Në librin Mukhtasar el-Faraj ba'd ash-shidda, Imam at-Tanuhi përmend një ngjarje të habitshme. Tregon një person nga Kufa i cili kishte qenë pjesë e ushtrisë mesleme Ibn Abdul Malik, njëri prej komandantëve të ushtrisë muslimanëve, më saktë komandanti i përgjithshëm i ushtrisë muslimanëve në kohën e disa prej khalifeve të muslimanëve. Dhe në një betejë që kishin pas me romakët, marrin peng disa njerëz, pra robër. Dhe romakët njëkohësisht, pra në beteja tjera kishin marrë disa pengje të muslimanëve. Dhe mesleme vendos, thot këta, pra të cilët kanë luftuar, kanë marrë pjesë luftë, vendos thot të vriten. Dhe në mesin e tyre ishte një njeri në mosh. Ky i drejtohet meslemes dhe i thot: "Çfarë do bie ke me mvramu? Nëse më liron, thot, kam për të t'i sjell 2 pengje muslimanësh, pra në shkëmbim. Kush e merr përsipër këtë, thot, pra që ti ikësh, kush ma siguron që ti ikësh dhe të kthehesh me ata 2? Ky thot: "Më lejo të shikoj në ushtrinë tënde." Dhe ta zgjedh njëri. Thot ai: "Po. Filloni moshuari t'i marrë me radhë njerëzit, pra ushtarët, derisa arriti tek një djalë i ri, dhe të gjithë i shikonte pra me vëmendje fytyrat e tyre." I tha: "O djalosh, a pra merr përsipër?" Ky djalosh i thot: "Po." Atëherë shkon tek mesleme, ndërkohë pra i tregon meslemes dhe niset i moshuari. Mesleme e pyet, pra komandanti e pyet këtë ushtarin, i thot: "E njeh?" Tha: "Jo." "Po ç'ne?" "Po tha, i mori gjithë me radhë, derisa më zgjodhi mua në mesin e tyre dhe nuk desha, tha, ta thyej, pra ta demoralizoj." Atëherë nuk zgjati shumë dhe ky i moshuar u kthy me 2 musliman. Atëherë i thot komandantit, i thot: "A më lejon që ta marr këtë ushtarin dhe ta shpërblej?" Mesleme i thot këtij djaloshit, i thot: "Shiko, nëse do, shko, je i lirë." Shkon me të. Kur shkon, ky i moshuar kishte pra një, thuash, si tip kalaje e tij, pra shtëpi të fortifikuar. Kur shkon atje, i thot: "A e di se ti je pasardhësi? A e di, thot, se pra unë jam prindi yt, gjyshi jot?" Ky i thot: "Jo, s'ka mundësi. Unë jam musliman, thot, ti je jo musliman. Unë, thot, jam pra nga vendet arabe, ti." Thot ai: "Nëna jote më tregon nga është." Thot: "Nëna është romake." Tha: "Nëse unë ta përshkruaj nënën tënde, tha, me detaje, a do të besosh?" Tha: "Po." Nisi i moshuari ta përshkruante nënën e djalit me detaje. Atëherë tha: "Po si?" Tha: "Ajo pra kishte kaluar tek muslimanët." Tha: "Po mua kam njofte." Tha: "Pa pra trupin e djaloshit, pa ftyrën e tij, largpamësia e këtij burri, ngjashmëria që kishte djaloshi me tjomën." Atëherë i thot dhe vazhdon t'i prezantoj familjarët. Kur vjen, ishte një grua, pra thot, kur e pash më duk si nana, pra si mamaja e tij. Më pas erdhi një grua e moshuar dhe ajo ngjasonte. Dhe kur erdhën, nisën, pra i foli pak, thot, në gjuhën e tyre dhe nisën ta përqafonin, ta puthnin djaloshin, dhe secila prej tyre, pra siç takon gjyshja nipin, siç takon tezja nipin e saj. Atëherë, thot, nuk zgjati shumë dhe erdhën disa djem të ri. Pra të ri në mosh,
ku edhe ky I foli pak në gjuhën e tyre, thotë erdhën nisën për shafojnë, këta ishin dajallarët. Subhanallah. Atëherë thotë nisi dhe morën pra rroba, disa ngarkuan disa pra kafsh me to. Dhe tha këto dërgoja mamas tënde. Dhe ajo ka për t'i njoftë. Kur shkon, djaloshi kthehet tek ushtria muslimanëve, më pas kthehet tek familja e tij. E jama, ky fillon thot, merre këtë, pra nxirr rrobat, merre këtë e ke dhurat, merre këtë e ke dhurat. Sa herë që nxirrte diçka, ajo qante. Sa herë që nxirrte diçka, ajo qante. Dhe I thot, më trego thot se çfarë bot, çfarë shtëpie keni hy, çfarë kalaje keni hy. Dhe më tregot çfarë është bë me njerëzit e asaj familje, asaj shtëpie. Në fund I tregon djaloshi ngjarjen pra që kishte ndodhur dhe ja kthen I jep pra dhe pjesën tjetër pra që kishte dhënë babai I saj. Normal, kjo ngjarje ka mësime të shumta këto. E para është një ndër mësimet kryesore, është që kur dikush pra imagjinohet në mesin e gjithë asaj atyre njerëzve, ai e zgjodhi këtë dhe ky kishte mundësi. Kishte mundësi pra të dilte garant për të. Ndodh ndoshta në situata të ndryshme. Ndoshta ti ke mundësi për shembull të bësh nder dikujt për diçka. Ndoshta jo në këtë grad kaq të madhe, por ndoshta një gjë të vogël. Ti ke mundësi ta ndihmosh dikë. Dhe pse nguron me e bë? Pse nguron me ndihmu? Allahu fi auni al-abdi, pra Allahu është në ndihmë të robit, përderisa robi është në ndihmën e vllajt të tij. Ke mundësi ekonomike, të shkon fjala, bismillah, me ndihmu tjetrin, të ndihmon Zoti. Elush Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që u gjindemi njerëzve. Amin.